jo po del Hollanda këtej, jo po prit se ka një gjë për të në Franca, jo po një fqinj nuk është i kënaqur me këtë gjë dhe prit se do ta shtyp. Ky është momenti. Dhe prandaj kemi dhe një kalendar që është kalendari më ambicioz në historinë e integrimit. Na është dhënë drita e jeshile që të mbyllim të gjithë procesin e negociatave brenda 27-s. Dakordsuar kjo me Komisionin Evropian. Që do të thotë duhet të bëjmë një punë 24 orë 24. Tani që unë flas me ju, në zyrat e këtij shteti janë 1000 vet që merren vetëm me këtë punë. Dhe që punojnë për ditë. Dhe çdo javë ministret tona të shtetit që janë edhe krye negociatorja dhe zëvendësja e saj japin hesap përpara bashkimit, përpara Komisionit Evropian për ecurinë. Dhe të gjitha afatet janë të ngushtat përcaktuara. Mali i Zi ka vite që po bën këtë punë që ne e kemi nisur vjet dhe që duam ta mbyllim në 2027. Dhe të shfrytëzojmë të drejtarët dhe të hyjmë brenda përpara se sa drejtarët mbyllen përsëri. Nuk është një derë e hapur, është një dritare e hapur. Keni parasysh, nuk është një moment i zakonshëm, është një moment i jashtëzakonshëm. Dhe është një moment kur fati po i buzëqesh kombit shqiptar dhe po i buzëqesh shqiptarëve dhe vendit tonë duke i dhënë këtë mundësi. Mos e neglizhoj askush. Është e para njëherë për të garantuar pakthyeshmërinë e të gjitha proceseve. Për të garantuar se liria individuale e shqiptarëve nuk do jetë më në asnjë pikpyetje, nuk do varet më nga asnjë forcë brenda ose jashtë që i imponohet siç është imponuar në shekuj, por do të jetë e garantuar në familjen europiane. Për të garantuar që barazia para ligjit nuk do varet më nga kush qeveris në Tiranë. Është Edi Rama dhe Partia Socialiste që i kanë dorëzuar shpatën e ndëshkimit që e ka mbajtur pushteti politik që prej 1912-s. Ja kanë dorëzuar drejtësisë dhe mbështesin pa kushte institucionet e reja drejtësisë, apo është bufi knetës, apo është kushdo qoftë tjetër që i teket dhe thot do ta marrim prapat shpatë në dorë, do ta shkrim spakun, do ta bëjmë reformën nga e para e bla bla bla. Kjo nuk duhet dhe nuk do të varet më nga vullnetet e brendshme këtu në momentin që jemi brenda Bashkimit Evropian. Aty barazia para ligjit është e garantuar. Dhe e treta, standardet e bashkëjetesës demokratike, konkurenca e lirë, meritokracia dhe të gjitha proceset e tjera janë pjesë e të jetuarit përditshëm në familjen e madhe dhe të bashkuar të Europës. Këto janë themelore dhe për ta vizualizuar keni parasysh me fulljen në Bashkimin Evropian, pasaporta e secilit nuk është më thjesht Republika e Shqipërisë me të drejtë lëvizje, po pa të drejta tjera në brenda perimetrit Bashkimit Evropian. Por sipër aty në pasaport do të shkruhet European Union, Bashkimi Evropian, Union Européenne, në anglisht dhe në frëngjisht, dhe poshtë Republika e Shqipërisë. Dhe me atë pasaport, çdo qytetar shqiptar, çdo zotrues i asaj pasaporte ka të njëjtat të drejta siç ka çdo zotrues i asaj pasaporte brenda Bashkimit Evropian, çdo francez, çdo gjerman, çdo danez, çdo holandez, çdo polak, çdo çek e kështu me radhë. Që do thotë, jo vetëm të lëvizi, po të qëndroj, të punoj, të marrë shtëpi, të rimbursohet për shërbimet shëndetësore në rast se larg qofti duhet të shkojë në spital kur është duke kaluar nëpër një vend Bashkimit Evropian, dhe kështu me radhë. Pra është një kapërcim epokal që ja detyroi fëmijëve tanë. Nuk ka lidhje fare e lagu se lagu bufi bishtin këtu në Shqipëri. Nuk ka lidhje fare, jo PS-ja, jo PD-ja, jo e majta, jo e djathta, jo ne, jo ata, jo bla, jo bla.
është themelore. Dhe mos harroni edhe diçka tjetër. Për sa kohë nuk jemi aty brenda, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu sot. Dhe ju e dini shumë mirë, e dini dhe ata që s'duan ta pranojnë, që këtë raport që kemi vendosur unë dhe Partia Socialiste me Europën dhe me botën, nuk kemi pasur kurrë një raport sy më sy, barazie dhe respekti. Dhe unë e di si bëhet kjo punë dhe si mbyllet ky proces. S'kush tjetër nuk bën dot. Dhe prandaj jam këtu akoma, dhe prandaj duroj lloj-lloj kukumjaçkash, e lloj-lloj salamandrash, e lloj-lloj insektesh, dhe prandaj vazhdoj të jem këtu. Jeni parasysh mirë këtë gjë. Në ndërkohë, ti mire ke vënë titullin sy më sy, thot Lulieta. Po për ata që janë të verbër ose i verbon urrejtja si do bëhet. Avash, s'kemi çfarë bëjmë. Urrejtja është këshilltari më i keq, është armiku i brendshëm më i madh i njeriut. Gjyshja ime ndjes pas thoshte, mlefi është e zeza të Zot. Kush urren e ka hallin të madh shumë për veten e vet. Dhe nuk kemi fare se çfarë i bëjmë. Akoma nuk e shpalos programin